Më lumtur të të rrugtimin tim, shpresoj që të mbarosh e lumtur edhe podcastin në fund dhe mos pendohesh që erdhe këtu, mirë se erdhe. Unë jam Evi Gjoni, regjisor e re që kam pasur fatin të kem dyer mbështetjen e qendrës kinematografike shqiptare, falësisht kam realizuar 2 filma të shkurtër që kanë përfaqësuar me dignitet Shqipërinë në festivale të rëndësishme ndërkombëtare. Filmi i parë Shqic u vlerësua me çmimin e publikut dhe çmimin e veçantë juris për filmat më të shkurtë në festivalin e filmit Trieste, pastaj në festivalin e filmit në Athinë, pastaj në Londër, Ankara, Lisbon, Genova kam marrë vlerësime të tjera. Pastaj filmi i fundit do jetë në premierën botërore në 7-9 orë në festivalin e filmit në Cottbus. Filmi për mua është më shumë se profesion, ju shkruaj sepse besoj thellësisht në rëndësinë që ju i kushtoni promovimit të artistë shqiptar. Do ishte nder për mua të flas në podcast për treguar historinë time. Evi Gjoni është këtu me ne, një young film director nga Tirana, dhe lexoj tani se më shpëtojnë fal që je dhe vajza e një mikut tim shumë të çmuar, Walter Gjonit, legjendës protokollit në Bashkinë e Tiranës, i cili përcolli shumë kryetar bashkie dhe pati fatkeqësinë të më pres dhe mua këtë dera kur unë zgjodha si kryetar bashkie. Edhe gjatë gjithë kohës ka qenë shumë i mirë me mua sepse më mësonte rregullat. Unë rregullat, ju e dini vetë se nuk i kam pas shumë qejf tani, më ndryshe. Quhem Xhenan Syavej. Ju shkruaj me dëshirën dhe shpresën për të qenë pjesë e podcastit Flasim, sepse besoj se historia ime dhe rruga ime artistike mbarë diçka të vlefshme. Jam diplomuar për aktrim në udhëheqjen e profesorit tim të haruar Xhevdet Feri, miku im i dashur Xhevdet Feri, ndjes past. Pas diplomimit u largova në Istanbul, ndonjë një specializim tjetër profesional. Aty mora përsipër një nga sfidat më të mëdha të jetës time. Është i ri, po flet si veteran. Dhe organizimin e shfaqjes Romeo dhe Juliet me regjisorin njërë turk Sakir Gurzumar. Isha vetëm në një vend huaj, pa garanci, pa rrugë të hapura, isha i vendosur, sakrifica, emocione, financa, borxhe, halle, vajtje ardhje mes Turqisë dhe Shqipërisë, dhe është kthyer në Shqipëri për arsye familjare. Do të japi kontribut në vendin e vet, jo vetëm si aktor, por si njëri me vizion, ide dhe energji për ndryshuar mënyrën se funksionon arti. Ky është Xhenani. Po. Faleminderit shumë. Këtë emrin Xhenan ta ka vënë gjyshi? Babi. Po nga vjen emri Xhenan? Kanë qenë, kur ka qenë mami shtatzën, kanë qenë në Budvas, unë jam nga Shkodra, edhe aty afër ishte një vajzë me emrin Xhenana. Ato nuk e dinin, do isha vajzë apo do isha djalë, dhe aty tha babi që po t'jetë vajzë do ja vendosim emrin Xhenana, po t'jetë djalë Xhenan. Me këtë emrin Xhenan duhet të ketë prit mirë Turqi, besoj. Shumë, por këtu në Shqipëri më thonë gjithmonë ç'është ky emër, më ngatrojnë emrin. E kam vuajtur domethënë këtu se si trazën shkurt ty Xheni. Po, Xheno ose Xheni varet. Si të ndjen më rehat. Mirë se keni ardhur që të tre. Faleminderit. Më vjen mirë që stafi ka zgjedhur 3 të ftuar që janë nga një fush ku edhe unë kam livadhisur ca kohë, kur isha në moshën tuaj edhe pak më vonë. Nuk më vjen mirë me thënë drejtën që shoh se sa shumë vite kanë kaluar, edhe duke parë fytyrat tuaja imagjinoj se si duken vetë në krahasim me gjithë të shkëlqim, gjithë të freski, gjithë të energji. Po me energji nuk jam keq. Dhe këtu është bisedë e lirë. Doni tregoni historinë tuaj. Ja ku jeni, duket kollaj me tregu historinë, po s'është aq kollaj, kështu që filloti tani tregoj historinë tënde që ta marrin vesh të tjerë se për çfarë ke ardhur këtu. Si fillim doja të ndaja me të gjithë të rinj që Shqipëria është një vend që ne mund të ndërtohemi, mund t'ja dalim dhe mund të bëhemi të suksesshëm. Rrugtimi im i karrierës deri në moshën 20 sa jam momentalisht ka nisur me dashurinë e madhe për pikturën, kur kam qenë shumë e vogël, ku ëndërroja që të bëhesha një piktore, por
xha mu dukte shumë e vështirë. Prindrit e mi, pa diskutim, panë dëshirën time për pikturën dhe vendosën që të më çonin një kurs pikture, siç bëjnë gjithë prindrit, për t'i dhënë më të mirën fëmijëve, për ta arsimuar dhe për ta kultivuar aty ku ato kanë dëshirë. Aty kuptova, hap pas hapi punoja shumë, në kurs pikture kam qenë diku në moshën 9 vjeç. Vazhdova me shumë dashuri, pikturoja çdo ditë, vizatoja dhe pa kuptuar e gjeta veten tek liceu artistik. Edhe aty kam qenë e dyzuar në fakt, duke qenë se të gjithë njerëzit më thonin që piktura nuk piktura nuk ka të ardhme, çfarë do bësh tu në Shqipëri, dhe shumë histori të ngjashme që besoj jo vetëm unë, por shumë njerëz janë ballafaquar me diskutime të tilla para se të nisin një rrugtim. Por në fakt ka ndodhur e kundërta, liceu ka qenë një shkollë që më ka dhënë shumë, jo vetëm nga ana artistike, por më ka formuar dhe si njeri. Unë jam rritur në një familje ku arti ka qenë gjithmonë prezent, sepse siç e tham, duke qenë dhe për fakt të babait tim, i cili ka mbuluar edhe sektor të ndryshëm të kulturës, unë që fëmijë jam rritur me këtë idenë edhe të aktiviteteve që kanë ndodhur, bisedave që kemi pasur qoftë dhe në shtëpi, njerëzit që babai sillte apo më merrte edhe mua në aktivitetet që ai bënte. Dhe fillova të kuptoj që kinematografia është gjua që unë dua të ndjek dhe që më përfaqëson më së miri, sepse gjatë kohës së adoleshencës unë fillova të shkruaja, por kur shkruaja nuk shkruaja si një ditar, siç mund bënin bashkëmoshatarët e mi, por si një formë skenari me skena të shkurtra, dhe në atë kohë gjithashtu kisha edhe pasion fotografinë dhe shpesh herë i lidhja të dyja së bashku për të krijuar skena me të cilët mund të përfaqësoja veten dhe botën përreth. Po tani që jam rritur, që siç e thatë dhe ju, pata fatin të kem 2 filma të shkurtër të mbështetur nga qendra jonë kinematografike dhe të kem mundësi dhe që kisha mundësi të përfaqësoj Shqipërinë edhe jashtë, kam kuptuar që ndoshta dhe fal jush, tani është një tjetër imazh për Shqipërinë kudo që ne shkojmë, sepse më përpara ka qenë pak një impakt tjetër. Dhe shoh që ka një interes shumë të madh për historitë shqiptare dhe për ne kudo që shkojmë. Kjo gjë më ka pëlqyer shumë sepse në çdo moment kur unë shkoj në një festival apo në një trajnim, unë nuk jam thjesht Evi, por gjithmonë kam dhe Evi Gjoni from Albania. Dhe gjithmonë dashje pa dashje bëhesh dhe një ambasador i vendit tënd. Pak po e sigurt. Është gjithmonë një përgjegjësi shumë e madhe. O Xhenan, Më thuaj. pse zgjodhe të shkosh në Turqi? Kjo pyetje, domethënë, më bën të shkëthem shumë brapa në kohë. Unë kam ndërruar që të bëhem aktor që në moshën 5 vjeçare dhe kur kam qenë 14 vjeç, erdhën serialet e para që transmetoheshin në televizionin shqiptar, transmetoheshin seriale shumë profesionale dhe teknika që aktorët përdornin në filma profesional turq më ka bërë edhe mua që të kem gjithmonë një dëshirë që edhe unë të shkoj atje dhe të mësoj siç edhe ato bëjnë filmat, i bëja edhe unë. Për këtë arsye, domethënë. Si vajte, bëre një email, aplikove, apo shkove atje, apo si ndodhi që si hapet dera në atje? Kisha, sapo mbarova Universitetin e Arteve këtu, mora përsipër për të bërë një shfaqje, mirë po duke qenë se unë kam mbaruar për aktrim, nuk kam mbaruar për regjin, na duhej një regjizor shumë i mirë dhe bashkë me një kolegen time, po kërkonim disa nga pedagogët tanë, regjizor, por ishte pak e vështirë duke qenë se ne ishim shumë të rinj edhe për role të tilla kërkoheshin aktorë me shumë eksperiencë. Kjo më ka shtyrë mua që t'i kërkoj familjes që të më mbështesin në Stamboll, që të vazhdoja një shkollë tjetër dhe shqyqyr Zotit fatmirësisht ja dola, domethënë. Ta përfundoja si shkollë dhe të krijoja një lloj Sa vjet ishte? 2 vite. Ishte post-universitare. Post-universitare në një nga shkollat ndër më të mirat në Stamboll. Pastaj në tekstil ke vajtur vet apo të caktuar në tekstil? Mami im është fashion designer, ka punuar dhe më përpara, vazhdon aktualisht dhe punon. Ka punuar faktikisht në pasoneri italiane, si Chuapon këtu në Shqipëri. Dhe kështu nisi dëshirë, domethënë unë jam rritur me rroba qepsin. Nuk mund të them që e dashuroj aq shumë se sa pikturën.
Nëse do të nisim nga aty ku unë në fakt e shkëputa historinë time, kur unë shkova në lice, gjeta një përkrahje shumë të madhe nga profesorët të gjithë, në fakt. Në vitin e parë vendosa që të punoja për një ekspozitë dhe dyert u hapën dhe mbështetja ishte shumë e madhe nga profesorët dhe në vitin e fundit të liceut e finalizova ekspozitën e cila quhej Pastacion. Më pas rrugtimi im sigurisht që po vazhdon aktualisht në akademi, ku studimet janë thelluar më së shumti për tekstil dhe fashion designer. Shkove vetë, domethënë zgjodhe vetë. Po, vetë, patjetër vetë, me dëshirë, pavarësisht se isha shumë e dyzuar nëse duhet të zgjidhja pikturën apo fashion designerin, se normalisht ndryshojnë nga njëra tjetra, pavarësisht se jemi në të njëjtin godin arti dhe arti figurativ, por kanë shumë ndryshime me njëra tjetrën, duke e parë më shumë si një siguri që themi ta kem si profesion në xhep, që mund ta kem në të ardhmen time. Por se faktikisht më parë po diskutonim dhe po më pyesnin, do të thënë, çfarë mendon kush të ka sjellë më tepër të ardhur nga profesionet. Unë të ardhurat më të mira në fakt i kam parë me pikturën dhe dohet t'i thuaj që gjithë prindërve fëmijët e ndjekin ëndrat e tyre dhe në momentin që ndjekin ëndrat e tyre din t'i sjellin dhe të ardhurat, por mjafto që punën ta bëjnë me dashuri. Dhe gjithmonë ajo punë që ti e do në të vërtet shumë ka dritë për fëmijën edhe për vetë personin dhe prindrit madje do të kënaqen dhe më shumë kur shikojnë që në sytë e fëmijëve vezullon në lumturi dhe din t'japin atë që din të bëjnë më mirë. Përmirësove pak. Deri në fund do ngrihesh. Jo, në fakt, para se të vija këtu pata disa probleme dhe nuk mund të them që jam 100% shumë. Jo, je mirë, shumë e fokusuar. Por që problematikat e ditës pse çfarë kishe për shumë ndaj me ne në një hall që e pas ç'a halli pate? Po janë problematika që ndoshta. Po për shembull, janë këtu s'ka problem. Ne vabbè. Po patjetër. Ne këtu për solidaritet ndoshta mund duket që sharaki, po para se të vija në fakt në parkim kam për makinën dhe makinën sa e kam blerë dhe. Ç'a i bëri makinës? E gërvish apo? E kam gërvish. Po mirë, e di pse e gërvish. Ha? Se ka plas sy u keq. Ka plas sy u keq. Edhe mami. Ve shef, po mirë, mami dhe unë me mosh jemi kështu që ne i dim këto, se ju jeni tri. Ka plas sy u keq, shef. Edhe nuk jam në formën time më të mirë dhe nuk doja që prej makinës nuk je formën time, të marrit të keqen makina, ti shif makinën tënde këtu. Shif makinën këtu, makinën këtu, makinën këtu, makinën dhe këmbët, makinën të krahët, makinën të kurrizi, ajo është makina. Makinat e tjera shkojnë e vinë. Po mos e bile unë të sugjeroj, atë të gërvishur mbaje, mos e riparo, mbaje ashtu, se syun e keq do e kesh mbrava ti gjithë kohës. Lëre atë të gërvishur që kur të vi syri, bum, plasi para te. Kur